Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në vitin 2005 ka caktuar 27 janarin si ditën ndërkombëtare të përkujtimit të viktimave të Holokaustit. Kjo datë u zgjodh pasi përkon me përvjetorin e çlirimit të kampit të përqendrimit dhe vdekjes së Birkenaut në 27 janar 1945. Mbi 1 milion njerëz u vranë vetëm në këtë kompleks të madh, shumica prej tyre hebrejnë, duke shënuar këtë përvjetor të rëndësishëm. UNESCO po organizon një sër ngjarjesh që kujtojnë rëndësinë e vazhdueshme të mësimdhënies dhe të mësuarit rreth Holokaustit në nivel global. Kjo ditë ndërkombëtare është një kujtesë globale për rreziqet e urrëties, fanatizmit dhe antisemitizmit. Dita është një thirrje për të kujtuar, reflektuar dhe ndërmarrë veprime për të siguruar që mizori të tilla të mos ndodhin më kurrë. Kjo ditë kremtohet në ngjarje dhe aktivitete përkujtimore në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York dhe zyrat e Kombeve të Bashkuara në të gjithë botën. Kombet e Bashkuara u krijuan në përgjigje të tmerrëve të luftës së dytë botërore dhe Holokaustit. Holokausti ka pasur një ndikim të thellë në ligjin ndërkombëtar të drejtave të njerëzit, duke rezultuar në miratimin e dokumenteve themelore nga Kombet e Bashkuara në vitin 1948, Deklarata Universale të Drejtave të Njerëzit dhe Konventën për parandalimin dhe ndëshkimin e krimit të gjenocidit.